njani prej shokëve të Rasulit alayhi salam i ka thënë ja Rasulullah, sa me dërgu salavatën e, sa duhet me dërgu salavat kur jam të lut, kur jam të bë dua, sa me da prej kësaj kohe për me dërgu salavat. Ka thënë Muhamedi alayhi salam, ka thënë sa dush. Ka thënë po në qoftë se e baj shumë ja Rasulullah, ka thënë hajër për ty. Ka thënë ja Rasulullah, pra gjysën e kohës pedaj kur jam të lut, gjysën e kohës duas pedaj për me dërgu salavat. Ka thënë Muhamedi alayhi salam, ma hajër për ty. Ka thënë, pra përbaj krejt ja Rasulullah, krejt kohën e duas, dhikrit, përbaj veç dërgim salavateve. Ka thënë Muhamedi alayhi salam, pra nëse vepron kështu, atëherë kanë me të hjek brengat e tua, edhe kanë me të falë gjinahet e tua. Nëse e dan një kohë të madhe për salavatën ndaj Rasulit alayhi salam, kanë me të hjek brengat e tua, edhe kanë me të falë gjinahet e tua. Por me kuptu mirë edhe drejt me lejen Allahut azza wa jall hadithin, është mirë që sa herë të bajsh dua me da një kohë për salavate. Do më thënë, nuk do më thënë që do të me bë krejt dua në salavate, mirë po çdo dua që e ban me bë salavate me lejen Allahut azza wa jall. Edhe kështu, kur je të ec, kur je të punu, kur je të nga veturën tane, atëherë thuaj Allahumma salli ala Muhammed. Dërgo salavate. Nëse i thu krejt salavatet edhe më herë për ty me lejen Allahut azza wa jall, t'hjekun brengat e tua edhe të falen gjinahet e tua.